SPAK në bashkëpunim me autoritetet finlandeze goditi 4 grupe kriminale të cilët trafikonin dhe shpërndanin në Finland kokainë, marijuanë dhe drogra sintetike. Në Shqipëri, në kuadër të aksionit të zhvilluar mëngjesin e së martës, u arrestuan 9 nga 11 personat për të cilat ishin lëshuar urdhër arreste. Kreu i SPAK Dumani tha se krerët e grupit preferonin të qëndronin në Shqipëri. 4 grupe kriminale është kjo që e para aktiviteti shtrihet në vite, e dyta organizatorët apo krijuesit e grupit preferonin të rinin në Shqipëri dhe nga këtu organizonin gjithë aktivitetin kriminal. Gjykata ka lëshuar 11 masa sigurimi, të gjithë janë shtetat shqiptare, sipas dhënave tona 10 ishin në Shqipëri dhe një nuk është në Shqipëri. Por e përmendi dhe ans janë 54 persona të proceduar dhe shumica prej tyre të dënuar në Finland. Prokurori Alfred Sheu deklaroi se në përbërje të grupeve, ku në total janë identifikuar 54 persona, janë edhe shtetas shqiptar, rumun, polak, afrikan, aziatik dhe finlandez. 2 nga krerët e grupeve kriminale janë me origjinë nga Vlora. Shqipëria është e vogël dhe për bazë konkrete nuk mund të flasim, sepse aktivitetet sot kryen edhe me mjetet komunikimit elektronik. Pjesa tjetër ka qenë përqendruar në zonën e Kuçovës dhe Beratit. Një pjesë e këtyre me origjinë nga këto rrethe janë të vendosur me banim në Tiranë. Komisari i Byros Kombëtare të Hetimit në Finland, Hans Fagerström, që ka drejtuar hetimin 2 vjeçar, shpjegoi mënyrën se si droga transportohen në Finland, ndërsa deklaroi se po hetohen mënyra se si parat të drogës janë sjellë dhe investuar në Shqipëri. In the investigation we have hetimi në kuadrin e hetimeve të kryera në Finland është sekuestruar një sasi prej 300 kg lëndësh narkotike të llojeve të ndryshme, por hetimet gjithashtu kanë treguar që sasia është shumë herë më madhe që grupi kriminal ka menaxhuar atje. Që do të thotë se ato kanë mundur të shesin me qindra kilogram drogë në tregun finlandez. Është e vështirë që të bëhet një përllogaritje e shumës së përftuar nga këto grupe kriminale për shkak të aktivitetit kriminal, por mendoj se duhet bëhet fjalë për disa miliona euro. Për shkak të akuzave të forta të opozitës se ka vonuar 22 ditë urdhër arrestet për anëtarët e grupit kriminal në Durrës që u godit në kuadër të operacionit Ura, Dumani deklaroi se ky aksion u dakordua me antimafian italiane. Kërkesa për caktim masë sigurimi është depozituar në datën 19 mars të vitit 2025. Vendimi i gjykatës na është dorëzuar fizikisht në datën 5 maj të vitit 2025. Në datën 7 maj të vitit 2025 është bërë një takim koordinativ në zyrat e SPAK me përfaqësues të prokurorisë antimafia të Barit dhe është vendosur data 21 bashkërisht siç kemi vendosur edhe për këtë hetim dhe çdo rast ku ka hetim të përbashkët.